Faleminderit Luna. Faleminderit juve për ftesën. Tetori Roz tani personifikohet me ty, sepse ke marrë një nisëm shumë të bukur, atë të dhurimit të dhuratave për të smurat, për të prekurat me kancerin e gjirit. Por jo vetëm, me sa kuptova. Po. Në fakt, ka qenë një iniciativë personale. Natyrisht unë nuk kam ndoshta fuqinë e madhe të jashtëzakonshme për të bërë diçka shumë të madhe, por natyrisht kisha vendosmërinë e palëkundur edhe mbi të gjitha shumë dashuri për të qenë sa më pranë personazheve ose individëve të cilët fatkeqësisht janë të prekur me lloje të ndryshme të kancerit, jo vetëm me kancerin e gjirit, dhe do doja që Tetori Roz të mos shihet vetëm për personat e prekur, ose sensibilizimi të jetë vetëm për personat e prekur nga kanceri i gjirit, por të jetë i përgjithshëm për të gjithë personat. Kjo nisëm erdhi si një nevojë e jashtëzakonshme që unë pash edhe nga biseda që kisha vazhdimisht me persona të ndryshëm që më shkruajnë në faqen e Instagramit, lidhur me ndjesinë që ky Tetor Roz nuk na përfaqëson. Edhe them edhe vetë nga historia personale se më shumë është parë si një fushat marketingu, duke nxjerrë një fjangë roz, duke promovuar zbritjen në produkte të ndryshme, po nuk kemi nevojë vetëm për atë, dhe këto pacient nuk kanë nevojë vetëm për atë gjë. Mund të bëhet një fotografi, mund të bëhet një fushat shumë mirë, po çfarë po bëhet realisht për këta persona, apo dhuroj diçka konkrete, sepse të gjithë e dim, ndoshta ata persona që kanë një histori familjare dhe kanë dikë të prekur e dinë akoma dhe më mirë se sa të kushtueshme janë trajtimet shëndetësore për të kuruar kancerin. Janë të jashtëzakonshme, janë shifra marrëmendëse që personat të cilët janë me një rrogë ose janë me të ardhura mesatarja kanë të pamundur ta përballojnë. Shumë detyrojnë të shkojnë jashtë për shkak se besojnë më shumë tek mjekësia ndej edhe nga të gjitha ato çfarë kemi parë në media, po problemi është që duhet të bëjmë gjeste të vogla me dashuri të madhe. Le ta fillojmë nga një gjë e vogël, dhe unë nisa nga një projekt që ne çdo ditë të dhuronim diçka për këta pacient apo ish pacient. Natyrisht gjëra të vogla. E nisa me disa mikeshta të mijat, që kanë biznese të vogla. Patjetër, fola paraprakisht me ta dhe u bashkojnë kësaj nisme me shumë dëshirë, qoftë në asistencë ligjore, qoftë në pajisje shtëpiake apo në dyshek shumë të mirë, cilësi shumë të mirë për pacientët të cilët janë të prekur me kancer, vuajnë shumë nga kockat. Edhe nuk gjenë reati shumë të mirë, gjumin e bëjnë parahatshëm për shkak edhe të sigurisht të terapive etj. Po e kanë fjalën që ishin disa gjëra shumë të nevojshme që mund të rikthenin disi buzëqeshjen apo mund t'ja lehtësonin disi këtë plagë. Edhe vendosa ta quaj një dhuratë çdo ditë, sepse çdo ditë është një dhuratë. 5 dhurata. Edhe në fakt po, një ditë ishte ideja që kemi dedikuar ditën një lloj të caktuar dhurate, për shembull një asistencë ligjore, që për fat keq shumë gratë të cilët janë të prekura nga kanceri i gjirit ndeshen me probleme të divorcit, ndeshen me probleme të largimit nga puna, sepse në një farë mënyre paragjykohen si jo të afta. Luna, sepse kjo është një gjë që e folëm pak edhe kështu pas kamerave, shohim që ka shumë largime nga sipërmarrësit kur marrin vesh ose zbulojnë që një punonjës është në terapi ose një tërheqje nga vetë punonjësit. Çfarë po ndodh mes bizneseve dhe këtyre pacientëve? Tërheqja nga punonjësit mund të jetë e përkohshme, sepse shoku psikologjik me të cilin ata përballen në një moment ku nuk e dinë se çfarë ju sjellë nesërmja, nuk mendojnë dot për punën, më shumë se sa duhet mendojnë për veten. Dhe ata janë në një shok, ata mbyllen në guaskën e tyre dhe nuk duan të mendojnë më asnjë gjë. Natyrisht, ligji i mbron le të themi me raportin mjekësor. Gjatë kësaj periudhe këta kanë raport mjekësor, mund të bëhet raport mjekësor edhe me prapa veprim për ata që pastaj është pjesa e keq, jashtë duhet. Po problemi është që jam okay nëse këto persona zgjedhin që gjatë kohës raportit mjekësor të mos punojnë, por ka dhe persona të ndryshëm të cilët kanë zgjedhur që të paktën 2-3 orë të ndryshme gjatë ditës të jenë në kontakt me kolegët, sepse jap një energji shumë të mirë. Part-time 3 orë. Absolutisht, por për të ardhur keq dhe shpërtuan duart në kokë, se si ndeshim rastet më të mëdha dhe më të shumta të largimit nga puna të këtyre punonjësve, për shkak se personat të cilët janë të diagnostikuar do t'i duhet të shkojnë disa herë në spital për të kryer trajtime. Dhe nuk qëndrojnë dot janë korrekt në terapia hormonale, bën të vetën, i bën të ndihen emocionalisht jo
të qëndrueshëm, aq më tepër që nuk flitet, dhe mua më vjen shumë keq pse nuk flitet, për luftën mbas betejës me kancerin. Është shumë e rëndësishme, mbështetja psikologjike, morale, sepse ky person, siç e tha edhe Ornela që u trajtuat në histori, ndihet përballë një rreziku akoma më të madh dhe një pyetje, a do jep nesër dhe frika e rikthimit është jashtëzakonshme, që i bën të mendojnë keq. Luna, por ti, për shembull, ke në rrethin tënd shoqëror që duan vërtet të futen në punë dhe kërkojnë intervista, shkojnë për intervista, çfarë ju thon? Ose e thon të vërtetën apo ka nga ato vajza ose djem që detyrohen edhe të gënjejnë në intervista? Pjesa më e madhe gënjejnë, sepse parajgjykohen. Parajgjykohen nga bullizmi që ekziston këtu tek ne, për fat keq, edhe pse numrat janë në rritje dhe janë më të ndjeshëm, po ata të cilët nuk e kanë përjetuar në lëkurë dhe nuk kanë parë dikë të afërm që të vuaj në këtë lloj sëmundje, parajgjykohen. Nuk e arrin ta kuptojnë dot se si ndihet ky person. Edhe shpesh herë le të themi konfliktet më të mëdha janë në vendin e punës. Me kolegë, sepse ne kalojmë më shumë kohë në punë se sa në shtëpi. Në kohë që jashtë nuk ndodh kjo gjë. Nuk ndodh absolutisht, përveç mbështetjes me psikolog që është e detyrueshme dhe ekziston tek ne jo, nuk e di, nuk kam parë, nuk kam hasur, nuk e di, për mos thënë shumë sakt, po nuk kam parë edhe nga personat të cilët kanë folur me ta nëpërmjet rrjeteve sociale, se nga faqja e Instagramit kam parë numër të jashtëzakonshëm mesazhesh edhe personash të cilët më drejtojnë dhe më kam parë ndoshta si një rrezë shpresje që edhe për ta mund të ketë një fund të bukur historia e tyre, po ata nuk e dinë që me të njëjtat ndoshta mendime siç kanë ata, jam edhe unë shpesh, po thjesht e gjeja të forcën për të ngritur, për të vazhduar edhe për të besuar të drita që kam brenda vetes, edhe ta ajo forcë, e cila besoj që është shumë më e bukur të jetosh, sesa të rish dhe të mendosh, edhe nëse nesër është dita e fundit, duhet ta shijosh. Jetoje me dashuri, jetoje si të ishte e fundit, shijoje se nga kjo jetë vetëm gjërat e bukura do mbajmë mend. Sa bukur kjo që the. Sa bizneset janë bashkuar deri më sot? Janë bashkuar më shumë se 31. 31. Po. Mund të themi 35 sepse ne vazhduam pak edhe në nëntor këtë gjën. Madje ka pasur ditë që kemi bërë edhe 2 biznese brenda ditës sepse ishte dëshira e madhe kur shihnin njëri tjetrin nga mesi muajit dhe donin të kontribonin se e ndjenin si një lehtësim që ata plotësohen të kushtin e përgjegjësisë sociale, u bën pjesë e fushatës. Po nga ana tjetër dhe u shërbeu bizneseve që të njihnin me një produkt apo shërbim që ata ofronin për ta pacientë. Konkretisht? Po mund të ishin paruke, mund të ishte një trajtim estetik që është shumë i nevojshëm, sepse humbet vetbesimi. Humbet vetbesimi në fakt sepse shikojnë që të bien flokët, çupikët, thonë të prishen, nuk është ndoshta ajo bukuria me cakile, ndoshta nga terapia hormonale. Psikolog keni pasur për shkak që janë ofruar që ka ofruar ndihmë. Po është pak specifike kjo çështja e psikologut, në fakt edhe është çështje ndjesie, më shumë se sa një emër i caktuar, se nëse një person i ndryshëm me një psikolog mund të ketë marrëdhënie shumë të mirë dhe e gjen veten në energjinë e saj dhe mund ta shpreh lirshëm ato çfarë ndjen, por një person tjetër nuk mund të jetë e njëjta ndjesi, le të themi, se shkon me energji, kështu që jo të gjithë e gjen veten, por që kemi pasur, edhe unë jam goxha e lumtur për këtë. Luna, po mirë, në gjithë të nisëm, kishte raste që refuzuan dhuratën? Jo, nuk kishte asnjë që refuzoi dhuratën. Kushti vetëm ishte që t'ishte për një pacient që është i prekur aktualisht ose mund ta ketë kaluar tashmë. Kishte disa persona që merrnin pjesë në lojë shpërblyese, se kështu e quajtëm, se nga ktheve si një lojë, ishte shumë në një lojë, sepse kishte shumë kërkesa. Edhe nuk dinim kujt ja jepnim më përpara dhuratën, kështu që e lam në çështje të fatit, le të themi. Kishte nga ata të cilët çfarë pash, persona të cilët ishin të diagnostikuar dhe nuk kishin guximin ta pranonin dhe thonin që e duan një paruke për një shoqe. Kishte nga ata të cilët e kishin gjendjen ekonomike më mirë se sa dikush tjetër dhe pavarësisht të u shpall fituese, vendosi ta dhurojë te një pacient tjetër këtë gjë. Dhe e treta,
shumë e rëndësishme dhe e bukur gjithashtu që më rënqetet mishi kur e kujtoj, kishte komente nga vajzat vogla ose dhe adoleshenta apo të reja le të themi, të cilat komentonin dhuratë për mamin e tyre. E donin dhuratë patjetër, për shembull një libër me receta për se si duhet kujdesen për shëndetin, sepse dhe ushqimi është pa diskutim i rëndësishëm gjatë kësaj kohe. Kështu që u munduam të kemi një spektër të gjerë të dhuratave dhe ishte një iniciativë shumë e bukur. Si sillesh ti kur e kupton që një pacient ka frikë ose turp? Se ka pa një moment që po thoshe që janë disa që e kërkojnë dhuratën për një shoqe. Kur ti e shikon që e ka në fakt për veten e vet, si e kupton dhe si mundohesh që ta afrosh në një mënyrë? Një rast specifik që unë e kam kuptuar, ka qenë me çështjen e një paruke, e cila ma kërkoi një zonjë, më shkroi. Natyrisht, unë personalisht mundem të bëj një kërkim të vogël, që ky person është po thotë të vërtetën apo jo. Të paktën duhet të ketë një diagnozë nga mjeku, duhet të ketë një foto të pacientit. I verifikoj absolutisht. Absolutisht, sepse ka shumë njerëz që spekulojnë. Edhe mundohen që të futen të marrim një gjë falas, një dhuratë nga një faqe apo nga një biznes dhe kjo gjë nuk më ka pëlqyer absolutisht. Dhe unë personalisht jam marrë me verifikimin në çdo rasti. Edhe ka qenë kur më ka kërkuar për një paruke, kam pyetur se çfarë modeli dhe çfarë ngjyre i ka flokët shoqja, në mënyrë që ne t'i gjejmë diçka shumë të përafërt, që mund t'i shkoj fytyrës së saj edhe tipareve të saj, dhe ajo më përshkroi eksaktësisht si ishte personazhi në foton e profilit, se normalisht unë nuk e kisha mikesh dhe nuk kisha si t'ja shikoja, po ato çfarë pash në foton e profilit ishte eksaktësisht njësoj. Dhe nuk natyrisht nuk hulumtova më tej të tipit më të bëj një foto patjetër, absolutisht, madje e bëra ndryshe. Meqense kishte shumë kërkesa për paruke, bëra një një pyetësor në Instagram që kush ka një paruke, të cilën nuk e përdor më, e ka përdorur gjatë kohës së trajtimit dhe ka dëshirë që ta dhurojë për një person i cili është tashmë i prekur dhe nuk ka mundësi ta blejë sepse për fat të keq paruket kushtojnë shumë. Të paktën ato të cilat janë me material të mirë dhe me flokë që përngjan me flokun natyral, sepse duke qenë se e përdorin për një kohë të gjatë paruken sintetike, fillon floku dhe merr dermatologjike. Absolutisht dermatologjike, po edhe në dukje në pamjen të parë kuptoj që është një flok fals ose bëhet kështu si tash, dithat, nuk merr formën nga krëri dhe natyrisht produktet që janë me flok natyral janë më të pëlqyeshëm, po janë shumë të kushtueshëm. Edhe e bëm në këtë formë që kush kishte një paruke shumë të mirë, në gjendje shumë të mirë të mbajtur, dhe kishte dëshirë ta dhuronte, e ka dhuruar. Edhe pastaj bënim atë meçin me tiparet edhe me gjatësinë e flokëve. Luna, ti ke një komunitet, ke një Instagram, ke një energji kaq pozitive, ku i gjen gjithë të forcë ti dhe për të dhënë forcë dhe të tjerët? Mendoj që çdo njeri është i fortë, apo ndoshta nuk e di akoma se sa i fortë është, derisa përballet me një histori ku nesër nuk e di çfarë pret, ku nuk e di çfarë është e nesërmja, edhe natyrisht një sfidë kaq e madhe mund të jetë një kapitull, po jo gjithë jeta. Edhe e gjendur para kësaj sprove, mendoj që njerëzit e mirë sprovojnë më shumë, edhe sprovat na bëjnë njerëz më të mirë absolutisht. Na bëjnë ta shohim jetën ndryshe. Unë që jam smur dhe e kalova këtë siklet personalisht, mendoj që duhet ta shijoj jetën më shumë. Ne harrojmë dhe nxitojmë gjatë një jete dinamike, duhet të bëj këtë, duhet të bëj atë, duam të bëjmë dhe të arrijmë shumë gjëra dhe jemi gjithmonë në nxitim, jemi gjithmonë të stresuar nga trafiku, nga orari i mëngjesit, nga puna, nga kolegët, dukemi gjithmonë më bukur dhe ne harrojmë të jetojmë. Ne shkojmë të pijmë një kafe dhe ne jemi gjithkohës në telefon dhe ne nuk shijojmë natyrën, kafen, qetësinë. Preferojmë ato kafet në zonat që janë më të zhurmshme dhe nuk e kuptojmë se sa shumë e lodh psikologjinë tonë zhurma, edhe duhet jemi sa më shumë në kontakt me natyrën për të marrë atë qetësinë dhe të besojmë që drita brenda nesh ekziston edhe mund të ndriçohet kur ne e kemi vëmendjen drejt rretës. Luna, sa e mirë që je. Faleminderit që na ndriçove emisionin. Faleminderit shumë ju për këtë. Je shumë e mirë dhe vërtet na solli shumë pozitivitet. Vlerësoj. Luna, të urojmë suksese dhe ke një muaj goxha intensiv. Na prit një muaj gjatë. Dhe urojmë që të ndërgjegjësojmë. Të gëzojmë sa më shumë zemra. Edhe të gëzojmë sa më shumë. Era, unë dua të them që këtu nuk jemi vetëm për të thënë që të sensibilizojmë të gjithë
femrat, motrat, nënat, por ne duhet jemi bashkë. Duhet jemi bizneset, duhet jemi gjithë shoqëria, duhet jemi bashkë të gjitha për të kaluar betejë të forta. Absolutisht. Do të bëjmë diçka që vërtet kanë nevojë këta pacientë. Jo thjesht të bëjmë një fjongo, një foto dhe okay, u krye fushata jonë e sensibilizimit. Po për shembull një biznes, le të paguaj, sa do kushtoj një mamografi për të gjithë punonjësit e tyre, të biznesit. Le të bëj të gjitha kontrollet ja ofroj kompania, pse jo, sidomos kompanitë e mëdha. Ose të ndihmoj të shkoj te spitali onkologjik, të gjej një familje që është në nevojë kaq shumë, më besoni kaq shumë, sa kur shkon atje e kupton se sa vlen jeta. Edhe le t'i paguaj një muaj. Ose le t'i ndihmoj në një farë mënyrë duke bërë punë të shtëpisë dikujt, pra edhe në vetë të ndërgjegjësojmë. Një kontribut qoftë minimal. Po, se nuk është vetëm ekonomik. Absolutisht. Ka nevojë për të bërë punë të shtëpisë, ka nevojë dikush t'i mbaj fëmijët. Është jashtëzakonshme situata me nënat e reja që kanë edhe fëmijët e vegjël. Kështu që ka goxha histori. Faleminderit që ishte. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Faleminderit dhe të gjithë ju që na ndoqët. Tonight I'm